Vazhdon të mbetet dashuria e vjetër për shkak të afërsisë me qytetin, vijës bregdetare të pastur dhe rërës së mirë. I njohur ndryshe dhe si plazhi i Tursakëve, plazhi i Curilave në veri të qytetit ka këtë fund prilli këtë pamje. Vija e rërës ende nuk është pastruar, mbetjet që solli timri në breg nuk janë hequr. Dhe të mos mjaftonin të gjitha këto problematika, disa tuba derdhin ujërat e zeza në det. Kjo është panorama e këtij plazhi të dashur për Tursakët. Pamje të fokusuara nga operatori Adrianet Televizion gjatë kësaj të ende. Vija e plazhit nuk është gati dhe pse pak ditë ndaj nga hapja zyrtare e sezonit turistik veror. Nga plazhi që frekuentohej shumë dikur, sot ka mbetur shumë pak, por për ata që vinë ende kujtojnë plazhin e dikurshëm, ata që kanë mësuar notin dhe kanë kaluar fëmijërinë dhe rinin e tyre, shohin se gjithçka këtu është lënë ares. Dikur plazhi ka qenë i pastër dhe natyrisht më i madh për banorët e Tursit dhe shumë i frekuentuar nga të ardhurit nga Tirana, ndërsa sot ka mbetur vetëm një pjesë e vogël si plazh publik. Plazhi i Curilave për të gjithë apasionuarit mbetet i pastër dhe me një ekosistem të pasur natyror, por që nuk dihet se kur do të nisë të frekuentohet me këtë pamje që ka aktualisht.